me tingujt e këngës natyrisht e cila krijon një atmosferë shumë të bukur këtu në studio, duke u bashkuar me urimet e fillimditës kudo që të na ndiqni. Një ditë të mbar, një ditë që ecën me ritmin dhe dëshirën për të realizuar shumë çka që janë në planet e saj, por jo vetëm. Ju përshëndes përzemërsisht. Është vërtet entuziast fakti që krijimtaria vjetore e autorëve të letërsisë në Shkodër ka një botim të përvitshëm. Pena e Shkodrës. Ky botim i shoqatës së shkrimtarëve të Shkodrës për hir të së vërtetës është një kontribut i organizimit të kësaj shoqate, i përpjekjeve, i dëshirës për të mbledhur krimet më të mira të antarëve dhe atyre që i drejtohen në botimin e përvitshëm të Penës së Shkodrës. Pena e Shkodrës 9, është edicioni 9. Përmbledh natyrisht një krijimtari jo të pakët, me autor të shumt që kanë trokitur në Penën e Shkodrës me krijimtarinë e tyre në prozë dhe në poezi. Unë sot juftoj që ta hapim në mënyrë të veçantë këtë penë dhe të shohim se cilat janë karakteristikat, pjesëmarrësit, gjinit, frymëzimet që jep koha e shumë çka që përmban ky botim. Në studio jam së bashku me shkrimtarin, studiuesin, përkthyesin Zia Vukaj, kryetar i shoqatës së shkrimtarëve të Shkodrës dhe botues i Penës së Shkodrës. Mirëmëngjes, profesor. Mirë se u gjeta. Dua t'ju uroj për atë si thuash që keni marrë përsipër, që krijuesit e Shkodrës çdo vit të përmbledhin krijimet e tyre në një edicion të veçantë. Dua t'i bashkohem edhe urimeve apo përshtypjeve të shumë lexuesve, shkrimtarëve, autorëve që ju keni marrë qoftë edhe në rrjetet sociale, duke ju përshëndetur për këtë iniciativë dhe për këtë botim të radhës, dhe dua t'ju uroj shumë suksese. Faleminderit edhe për jush. Faleminderit edhe për urimin tuaj që i bashkohet urimit të mjaft po them kolegëve, shkrimtarëve, njekësve në rrjetet sociale, pjesa më e madhe prej të cilëve janë krijues, dhe që urimet dhe reagimet e tyre janë me energji pozitive që ne të punojmë me një lloj, po them, optimizmi, me një lloj besimin vetë se po bëjmë diçka të mirë. Është diçka e bukur, por edhe sfiduese të mbledhësh krijimtarinë e një viti të autorëve apo jo? Kjo është një punë e cila bëhet thjesht dhe vetëm për idealizmin ton, bëhet thjesht dhe vetëm për po them dëshirën që kemi dhe afeksionin që kemi ndaj artit të fjalës, ndaj letërsisë, ndaj traditës letrare të Shkodrës dhe dëshirës për të vazhduar tradita, për të mos u ndërprerë kurrë. Kjo traditë e themeluar nga baballarët e letërsisë shkodrane dhe shqiptare, dhe për të vazhdu, pra me një përgjegjësi të madhe çdo brez. Ne jemi sot që merremi me këtë punë, në të ardhmen shpresojmë t'i dalë për Zot dikush tjetër. Dhe kjo është gjë e mirë në shumë drejtime. Pra më lidhet ajo, po them lidhet krijimtaria letrare e njerëzve të letërsisë, ruhet trashëgimia, zbulohen arritjet dhe prirjet e zhvillimit të letërsisë në këtë kohë kur ne po jetojmë. Dhe krijohet një fond i art i cili tashmë është i regjistruar në libra
dhe do të jetë trashëgim i brezave të sotëm dhe të atyre që vinë, që mund të jenë lexues ose edhe studiues letërsie, sepse ky libër është, e them po kurfar lloj superlativet, është pothuajse është ngjarja më serioze në letërsinë aktuale, në letërsinë shqiptare, në fushën sidomos të publicistikës dhe të publikimit të vlerave që krijohen vazhdimisht në dinamikat e kohës. Pra këtu nuk kemi të bëjmë me histori, por kemi të bëjmë me realitete aktuale letrare. Dhe kjo ka shumë rëndësi se fiksohet letërsia në ecjen e saj të përditshme. Dhe libri ka shumë vlera, jo se ka vlera se e kemi krijuar ne, vlerat e këtij libri ja japin emrat e autorëve që janë mbranda. Në këtë libër janë autorët më të rëndësishëm të letërsisë shqiptare. Pra plus antarëve të shoqatës, unë e kam shkruar edhe të parathania. Këtu janë prioriteti, janë antarët e shoqatës së shkrimtarëve të Shkodrës që e kanë marrë gjallë këtë frymë, kanë marrë gjallë shoqatën, kanë marrë gjallë botimin e këtij libri, të kësaj antologjie që është periodike, për çdo vit kemi arritur ne ta botojmë këtë, dhe është botuar thjesht dhe vetëm nga kodat e antarësisë dhe nga kontributi i antarëve të shoqatës së shkrimtarëve të Shkodrës, të cilët pra kanë mbështet edhe mendimin tim, kanë mbështet edhe mua dhe vetveten, dhe kemi vendosur që të mos e ndërpresim për asnjë arsye. Dhe kur imagjinojmë që të gjithë janë punojës modest, pra janë pjesa më madhe janë punojnë në arsim, ndokush në administrat, ndokush është në pension, dhe askush nuk është tërhequr nga donacioni i tij për ta bërë. Akti i tyre është më i fisëm se vetë libri. Dhe kjo tregon që ata janë njerëz që dashurojnë letërsinë dhe edhe shkruajnë mirë. Pra janë edhe shkrimtarë të mirë, janë edhe poetë të mirë. Unë kam nderin dhe krenarin që jam në krye të kësaj shoqate me këta njerëz kaq të fisëm, njerëz të heshtur, të talentuar, të mrekullueshëm, qytetar të rangut më të lartë që mund të ketë një qytet. Dhe këta e kanë marrë gjallë këtë. Dhe këta nuk më kanë lënë as mua të rrehej sa të vështirësi që mund të kemi pas ne, se ne nuk është se kemi mjete financiare, por me forcat tona kena marrë këtë. Që shumë e bukur. Që lind nga përgjegjësia e këtij vendi që quhet Shkodër. Pa u treguar lokalist apo jo, po duke u treguar shumë të vërtet. Edhe për ta vazhduar me fuqinë dhe dashurinë e shpirtit si botim, por edhe për të pasqyruar vlera letrare. Profesor, po ndalemi pak në karakteristikat e këtij edicioni, cilat janë më të veçantat, ka ndonjë veçanësi nga botimet e tjera, apo është thjesht një vazhd e cilësisë? Po ju tregoj në vijat përgjithshëm ato cilësitë e librit. Pra po të bëjmë ne një skedë të thjeshtë të vogël të librit. Kjo është antologjia 9, pra është edicioni i 9, përfshin një dekadë letërsi e shkruar, e cila pra nuk është ndërprerë edhe për ka që mjaft madhore ndoshta nuk e kemi ndërprerë. Nuk është ndërprerë as në kohën e pandemisë, nuk është ndërprerë edhe për shkaqe që kanë pas lidhje me strapacimet që ne na kanë bë me ambientet po thëm një zyrë ku mund të drejtohet një shoqatë, edhe atë na kanë pas heq dhe u kriju një, si të themi ne, një stres. E megjithatë edhe në ato kushte stresin ne e kena botu. Asgjë nuk ndërpritet, vetëm vazhdon. Don vullnet, dhe ishte ajo që thash më parë, vullnetin ne na kanë dhënë njerëzit dashamirësit. Dhe kjo është një antologji që përfshin 28 autor, 48, kena qef me thanë ne në Shkodër se 40 qenë ka ma e vjetër, ja, i tash du me bëha dhe i qarim për 40 dhe për 20, me që jemi këtu.
20 është më vjetër, ajo 20 është më vjetër se 40 në fakt. Dhe është për 90% të gjuhëve indo-evropiane, sidomos të rajonit Evropës, është numërimi, po jo, jam mësues gjuhëvet. Dhe është ajo që quhet numërimi vegisimal. Dhe ai është numërimi me 20-shë. Pra 20 është më vjetër se 40 në fakt. Dhe të gjitha gjuhët që e kanë 20-ën janë gjuhë më të vjetra. 20 është dëshmi vjetërsijet, është relikt të gjuhëve indo-evropiane. Po kjo është tjetër, këtë parenteze bana për qef. Pra janë 48, se kështu kanë qef proletariati ka qef me thonë 48 dhe 48 janë proletariati. Dhe ne kështu pa respektojmë njerëzit përgjithsisht. Njerëzit proletarë janë shumica, po mjetë e prodhimit. Nga ona tjetër këtu ka 400 faqe. Po mundet. Ka rreth 400 faqe, pra ka gjithë këtë numër autorësh. Ka të gjitha, jo të gjitha, por ka zhanret e letërsisë, poezia fillon, se me poezi fillon vetë letërsia, ka proza të shkurtra, në një fragment romani, ka pastaj studime letrare dhe ka letërsi të huaj. Pra, nga letërsia huaj ka prozë, ka poezi, ka edhe trajtesa teorike. Një trajtes teorike në fund fare, në fund e kam emrin, sepse kështu ma jep rendi alfabetik. Është, në të tane kam e lonë. Me zë e keni emrin. Po i fundit, s'ka më po shkon. Në lëzio qela është para met, sepse i takon, ja jep rendi alfabetik. Ju këtë strukturë e keni prej kohësh, profesor, gjë që ju ka dëshmuar edhe në suksesin e saj, apo jo, që të ketë vend poezia, proza, fragmente nga proza e shkurtër, madje edhe e gjatë, ose proza e shkurtër dhe fragmente nga proza e gjatë, siç ju thatë edhe fragment romani, studime dhe përkthime, që ju ka rezultuar jo pa sukses, apo jo? Kjo është ajo krye rregulla ose si thonë taksonomia apo klasifikimi i letërsisë në zhanre, në gjini e tjere. Kjo është universale, është për gjithë. Por kjo duhet se jo të gjithë krijojnë vetëm poezi, ka edhe që krijojnë proza, ka që krijojnë tekste dramatike, këtë rrallë s'kam pas në një tekst dramatik. Kam një pjesë monodrame nga një shkrimtar Met Dervishi, është një mik i ynë i shoqatës sonë nga Durrësi, sepse unë e kam pasuru me autor nga të gjitha trevat shqiptare, po i hyn në hak krimtarisë Shkodrës. Shkodrës i kam jo vetëm që ju kam bë njoftim për të sjell, por i kam disa që e kam menu se janë me vlera shumë të spikatuna, kam marrë mundimin edhe ju kam shkruar. Pra janë shkrimtarë që mund mos jenë përfshim në kufirin e Shkodrës, por që janë shqiptarë. Letërsia nuk ka kufi, dhe mu më interesën që antologjia dale bukur. Sa ma e bukur që dale antologjia, aq ma mirë është. Dhe ne me shkrimtarë shqiptarë i kena realizu të gjitha këto. Shkodrant janë të gjithë, kush ka dasht? Kush ka pas gjame për unë? Këtë desha me thënë, ka një kriter për të hyrë në antologjinë e Shkodrës, pena e Shkodrës, apo kriteria është hapun? Kriteria është cilësia, përgjithsisht. Unë me të vërtet jam shumë tolerues, por nuk më pëlqen me hap derën çfarë do lloj teksti, që mund të mos jetë tekst. Pra, autorët shkodran, për shembull, të shoqatës, pra që i njihen se janë antarë të shoqatës, ata i kam përmend 10 herë dhe s'kam pse ti i përmendi prapë, se s'kan nevojë, i përshëndes të gjithë, pa diskutim, pa dallim. Por ka edhe autorë të tjerë që nuk janë antarë shoqate, janë natyrisht.
Por që janë dashamirës, janë për shkaqe të ndryshme, dikush është më larg, dikush etj. Por kam autor si Ridvan Dibrën për shembull, kam me Shpëtim Kelmenin, ku me gjetë në Shqipëri autor më të mëdhej se këta, unë nuk e di, kisha pas dëshirë me më thonë dikush më i madh se këta dy. Se kisha dëshiruar edhe me kanë më i madh, po. Çdo gjë është relative, por relative, po ne që merremi me letërsi e dim se ku është relativi edhe ku është absolutja. Kështu që kemi Stefan Çapalikun, kemi Alfred Çapalikun, pra këta janë elita jo vetëm e Shkodrës, por janë elita shqiptare e letërsisë sotme. Po, e vërtet. Kemi Adnan Ramadani, Xhabir Tabaku, që e përshëndesim ajo është në New York, është në Shtetet e Bashkuara dhe ai ka sjell vazhdimisht. Ai është antar i shoqatës së shkrimtarëve të Shkodrës, njeri me kontribute konkrete për ekzistencën dhe marrëvajtjen e botimit dhe të ekzistencës së shoqatës. Është një individ i rrallë, një shkodran, si i thonë ata, shkodran që ke pse të mburrësh, pra ky i përket racës së lartë të banorëve të një qyteti të famshëm. Dhe kemi pastaj edhe të tjerë. E keni përcaktuar shumë bukur. Po. Duke dhënë një respekt për të gjithë. Unë nuk duhet me i përmend të gjithë, domethënë sepse ekziston rreziku pse nuk e përmend dhe pse nuk e përmend atë. Por domethënë këta janë elitar. Disa të tjerë që kanë vite të tjera kanë sjell krijimtari këtë rrallë, më kanë përshëndet dhe më kanë falenderuar, më kanë thënë ne nuk kemi gjëra të re për të sjell, sepse në fakt tu ka vetëm gjëra të reja, se unë kam pas Lazar Stanin, që është vërtet një penë e madhe. Besnik Mustafaj ne kam pas këtë vit, më tha nuk kam diçka të veçantë, korrente, preç zogen, i kam pas të gjithë këta, sepse janë pjesë e rrethit tim letrar, është pjesë e rrethit. Dhe këta desha të them këtë, që ky libër, pra rëndësia e këtij libri qëndron tek emrat që përfshihen, se po të ishte një libër i parëndësishëm, këta firma, këto pena nuk kanë pse të vinë e të futen në një libër i cili mund të jetë i dorës dytë. Ky është libri më i dorës parë në ton librat e këtij lloji në letërsinë shqip shkruese. Gjë shumë e bukur. Jashtëzakonisht e bukur. Do ta përmendim shpërndarjen, sepse përderisa është një botim me vlera, ata që kanë dëshirë të lexojnë, patjetër duhet ta kenë. Mund të keni pyet për punën e shpërndamjes. Nuk du me ju ezauru pyetjen, sepse ju pyetjet i keni. Nuk ka problem. Por desha të them që për hir të cilësive të larta të disa krijuesve, unë jam gëzuar kur i kanë sjell. Për shembull, kemi një shkrimtar që është edhe në Amerikë, në New York është edhe, dhe Ramiz Gjini. Ai është për mua një nga prozatorët më të spikatun që në faqen 309. Letërsia shqiptare sot kam Odisej Kote, Odiseja nga Gjino Kastra. Odiseja është tashmë një narrator i afirmuar, i shkëlqyer, dhe unë i kam lexuar veprat e tij, mi ka dërguar vazhdimisht. Jemi miq shumë. Ai është mik i imi dhe i Shkodrës, e dashuron qytetin e Shkodrës, e don shumë dhe ishte na ka zbukuruar pendën e Shkodrës, Odiseja. Jo, më pëlqen kjo. Kemi Shallvari, Aleksandër Shallvari, Edmond Shallvari janë shkodran, por nuk jetojnë në Shkodër, dhe ata janë antarë që paguajnë edhe kotizacionet dhe janë shumë të rregullt. Kjo është ajo, si thuaç, ai ekuilibër që ju keni mbajt në këtë botim. Kam edhe një djalë tjetër, desha të them, sepse nga Shkodra kemi disa krijues të mrekullueshëm, kemi Artur Baku për shembull. Arturi është një djalë që shkruan bukur, por ka edhe një formim erudit, është shumë erudit ai djalë. Dhe ka këndvështrime krejtësisht të veçanta. Pra është edhe mistik, është edhe autor që shkruan krejt ndryshe prej të tjerëve. Kam një djalë nga Ali Brazdi, është
Ervin Nezha, tash ai po afirmohet dhe po bëhet një nga shkrimtarët më të mirë, se është djali i ri, ai as 40 vjeç nuk i ka mu, 40 vjeç nuk i ka mu shala. Domethënë 40-40 po shqip jena. Po. Nuk ka problem. Nuk ka problem. Desha me thanë që një ndër meritat e këtij botimi është ai ekuilibri që ju keni mbajtur duke qëndruar në Shkodër, me shkodranët që jetojnë këtu, me shkodranët që jetojnë përtej Shkodrës, madje edhe në kontinente të tjera që kanë një lidhje të jashtëzakonshme dhe kjo është një merit e veçantë. Lidhja dhe cilësia e krimtarisë, por keni qenë shumë, si thuash, i hapur për krime që kanë të bëjnë me vlera dhe që e pasurojnë dhe e bëjnë interesant librin. Që askush të mbos metet jashtë në këto momente. Unë po bëj një pushim shumë të shkurtër me ju dhe po kaloj në autorët e poezisë. Në një moment tjetër do kaloj në autorët e prozës, me që janë 48. Po. Aleksandër Shalvari, Alfred Çapaliku, rendje alfabetik apo jo? Po, rendje alfabetik. Aurela Rukaj, po. Bledar Tafa. Ta janë Aurela, Bledari, janë antar të shoqatës, janë poet të vërtet. Ceskë Lukani, Dea Temali Karakaçi, Diana Çelepia, Fadil Skënderaj, Farida Ramadani, Fatbardha Kaçi, Gjergj Marena, Hajredin Kovaçi, Lindita Halili, Luan Qelliu, Melita Lumi, Med Dervishi, Mikel Podja, Nadir Erkoçi, Orieta Dushi, Raimonda Qose, Recep Shahu, Rozafa Shpuza, Rozina Sterkaj, Senada Demushi, Warda Arbuleza dhe Valbona Kolaveri i përkasin poezisë. Në një moment të tjetër kalojmë në prozë. Siç e shoh, ka autor të pjekur me moshë, autor me moshë aktive, autor të rinj, ka nga këto që shkruajnë edhe nga këta që lexuat, se ndoshta edhe nuk i njohti gjithë. Jo, nga këta që sapo lexuat ka autor të ri, është Lukani që lexuat, Ceskë Lukani, është Rukaj, është Mikel Podja, janë kena Admir Dahati, i cili kësaj rradhe u vonu, në fakt nuk e di se kishte shumë angazhime, aja një djalë shumë interesant dhe shkruan mirë. Edhe ka mendim të bukur. Më ka sjell me shumë vonesë, erdhi edhe një tjetër një vajzë, janë të ri këta, po janë me shumë perspektivë, Ambra Hysa, e cila nuk pati, kishte angazhime dhe kishte disa promovime të tjera dhe e pati të pa mujtu me kap kohën. Profesor, është... Edhe ajo është një krijuese që premton shumë. Pra ka mjaft prej këtyre që janë të ri, ose që janë, si thatë ju, në moshë shumë aktive. Pra për ta, jo vetëm për ta jetu jetën, por edhe për ta jetu letërsinë, poezinë. Me që përmendëm të rinjt, shumë rëndësishme kultivimi i talenteve të reja ose i prirjeve letrare. Në hershmëri shumë prej autorëve që janë të përmendur, ta zëmë, po shkojmë të Zia Çela. Është një njeri spikatur, një emër spikatur që në hershmëri, apo jo. Ka të tillë prirje letrare, talente letrare që vërtet janë në fokusin e letërsisë, sepse sot koha është, jeta shumë konsumatore, shumë arriviste, her pas herë është shumë mas interesave të fitimit dhe letërsia duket diçka si komode, si Po letërsia gjithmonë ka qenë e tillë dhe jeta gjithmonë ka qenë e tillë, se nuk po të shohim jetën dhe vazhdimin e jetës së autorëve botëror. Filan autor thotë Çehovi në jati donte ta bënte mjek dhe e bani. Po Çehovi e ka lënë atë punë dhe është bën shkrimtar. Po kështu ka qenë Goethe, po kështu ka qenë Flaubert e tjerë, autor që kanë thojza, kanë deviju dëshirat e prindërve
të cilët ju kanë siguru fakultetet mira, jurisprudencë, mjekësi e tjerë dhe kanë deviju nga letërsia i ka marrë në qafë, sepse në fakt letërsia i ka bat njohën, i ka bat pa vdekshëm vetëm letërsia, se si mjek do t'ishin harruar edhe në kohën e tyre ata. Kjo është. Pra kjo është çështja që ata i ka thirr, është ajo vokacioni, është thirrja e krijuesit që ju ka dhënë këtë mision në jetë, i ka thirrë për të bëjë këtë punë. Dhe jo gjithkënd në thret. Profesor, në çfarë raport qëndron kjo krimtari ose autori ose shkrimtari me kohën? Po, gjithmonë nikimi i kohës është e pashmangshme nikimi i kohës, se s'ka se ku shkon. Çdo shkrimtar është i mërthym nga koha, jeton në burgun e kohës vet. Çdo shkrimtar jeton në burgun e kohës tij. Por që ky burg është një dashuri më vete. Nuk du me hap as një lloj polemike apo ndonjë mendimi të caktuar duke vendosur një prioritet apo një tjetër. Thjesht të hap një panoram. Këto krime janë në gegnisht apo në standard? Ose kush anon më shumë në këtë krimtari që paraqitet këtu? Unë për veti nuk i kam vënë as një kusht as kujt. Dhe kush ka dëshirë me shkruar në gegnisht, le të shkruaj. Kush ka dëshirë me shkruar në standard, shkruajnë standard. Asnjëherë nuk e kam kërkuar kujt të përdor atë kanalin e komunikimit, pra që është gjuha. Kanali i komunikimit atë gjuha. Po përgjithësi këto krime janë në 99%, si kam mat kaq që holl, por domethënë shumica janë të shkruar në gjuhën standarde. Ashtu, a? Po, shumica janë shkruar në gjuhën standarde, ashtu jo ka marrë mendja me i shkru, unë edhe po t'ishin në gegnisht, vetëm se gegnishtja duhet mu njohë mirë, dhe për me shkru në gegnisht duhet me njohë të dyja mirë, edhe standardin edhe gegnishten. Kur i ke njohë të dyja mirë, atëherë ka një diçka, se dikur thoshin që me kalu në asimetri, në art kaluhet në asimetri atëherë kur e njeh mirë simetrinë. Po ti po njoh simetrinë, hiç kalon direkt në asimetri, atëherë është me det halli. Dhe unë shkruaj në dialekt, është me det halli, se unë njoh as dialektin mirë, as lënë që standardin hiç e hiç. Dhe alo s'ka përfundu, domethënë formimi im gjuhësor dhe unë fap në dialekt. E dalin mandej të gjana që dikush i thot lumt se sa thella është, sa bukur ke shkruar etj. Por unë mendoj pa dash të futemi thellë, kemi cekur një problem që lidhet me formimin gjuhësor. Dhe këtu ka pastaj të tjera diskutime me shkollën, me formimin themelor etj. Profesor, poezia por edhe proza, çfarë gjinish brenda tyre, domethënë prozë, tregim, sepse dikush shprehet për shembull që drama
po humbet letërsia e fëmijëve, po të kurret, nuk e di. Gjithçka është në dorën e krijuesve të përkatës. Pra, një krijues nëse një krijues tregimi ankohet se nuk po ka tregime, ankimin, domethënë nuk e di se në çfarë adres mund të jetë ky tregim. Ndaj pjesës tjetër apo edhe ndaj vetes që nuk po krijon tregime. Kjo është shumë e diskutueshme. Ka tregime, nëse unë krijoj një tregim, 2 tregime, nëse edhe një, unë them 4 tregime. Pra duhet kontributi i secilitit. Pra nuk kam absolutisht nuk e kam misionin për me përcaktu sasin. Tash unë po ju ndërpres pak, po ju lë pak të kundroni këtë marrëdhënie që keni pasë me autorët që kanë shkruar në prozë, me që janë të gjithë këtu, unë mendoj t'i përmendim. Po tjetër, po. Xhabir Tabaku, Adnan Ramadani, ju e keni vu Xhabon e keni vu sepse është Adnan. E keni vu të parin, me A. Amina Mishnuni, Andreas Dushi, Artur Baku, Broz Simoni, David Boseta, Dimitrov Popovic, Edmond Shalvari, Ervin Nezhja, Kujtim Dashi, Merita Bërdica, Merita Paparisto, Myrto Hysaj, Odisej Kote, Piero Boseta, Ramiz Gjini, Ridvan Dibra, Rina Gjoni, Shpëtim Këlmendi, Stefan Çapaliku, Xhelal Feza, Zia Çela, Zia Vukaj. Po, faleminderit që i lexove. Shumë, bile ke pa punën më të mirë, unë mas përshëndetjes tuaj, përshëndes edhe unë shumë. Këta njerëz të fisëm, pa diskutim shumë të fisëm, shumë bashkëpunues, shumë të talentuar dhe me kontribute të spikatuna. Këta për mu, unë pa frikë këta i fus në eliten kulturore të çdo qytetit dhe të çdo shoqërie. Pra, këta janë edhe ata që lexuat më parë, për mu janë pjesa që meritojnë të quhen pjesë elitare, është përfaqësojnë shpirtin e njeriut, përfaqësojnë zjarrin poetik, por edhe mendimin e mprehtë që gjuha ka kur bëhet letërsi. Profesor, gjithmonë ngulmoj tek të rinjt. Mendoni se duhet bërë një punë e veçantë. Nga 5-3, domethënë, aty kishe Andreas Dushi. Andreas tashmë është bërë një personalitet. Gjithse me moshë të re. Me moshë të re e me talent të mirë. Talent i mirë. Gjithashtu kishe Amina Mishnuni, ajo jeton në Londër, është shkollu mirë dhe ka shkruar disa tregime, disa proza të shkurtra si skica, po interesante, me frymë mistike, shumë të bukur. Kemi atë që ju thash, Artur Bakun. Arturi është, si që është, a i shkruan edhe me hajke, shkruan edhe vargje, Ervin Nezhja, si që thash, e tjerë tani aty. Dhe është gjë shumë e bukur që qëndrojnë këtu. Edmond Shalvari, gjithashtu edhe është një... Si themel, po përmend vetëm këtë faqen e fundit, se më duket që në keni grumbulluti që... Këtu, rendi alfabetik. Ramiz, Ridvan, Rina, Shpëtim, Stefan, Xhelal, Zia. Me gjithë se në fund, po ka gravitet kjo. Profesor, si do ta shpërndani këtë tash? Do t'i bëni ndonjë promovim sepse është shumë e rëndësishme të mblidhen ja. Bile kam biseduar edhe me rektorin e universitetit dhe do t'i bëjnë një promovim në biblioteken e Universitetit Luiz Gurakuqi. Do t'a bëjnë bashkëpunim me kolegët atje, me kolegët e shoqatës dhe me të ftuar të cilët kanë emrat të dhe më kanë premtuar që konkretisht përmendem atë Adnan Ramadanin, që ai emrin artistik e ka Xhabir Tabaku. Aja është thot edhe Xhabo. Xhabo, po aja është interesant fort interesant, është një
është edhe migjenian shumë, bo me pa në konceptimin e skicave, në materializimin e verbit letrare, poetike, në prozë, është tepër interesant. Dhe kështu kemi Ramiz Gjinin, a i thoshtë ndu me orë në Shkodër se zban, po që se, para e, nuk besoj se mundet me orë. Kështu që shoqata po zgjerohet, pa diskutim. është edhe në kontinente. Tashti, na kena diasporë shumë pasën, unë gjithmonë kam pasë nga Kosova, dhe këtë vit për çudi nuk pata. Është një sfide juaja ky këndvështrim shumë më i hapur. Duke qenë në Shkodër dhe për të ftuar përtej Shkodrës. A dim pse e kam bërë këtë. Unë këtë e kam bërë me qëllimet e mia dhe me perceptimet e mia për Shkodrën, siç e duam të gjithë, sepse nuk ka garë në dashurinë për qytetin dhe për vendlinjen. Absolutisht, secili. Por gara bëhet me punë. Gara me fjalë nuk ka. Patriotizëm deklarativ nuk ka. Unë i kam i nod patetizmat nuk janë realitete. Patetizmat janë hipokrizi. Ai që don me bën, le të bëj. Dhe të mos nihet. Por Shkodrës i ka hije të jetë qytet kozmopolitan. Shkodra i ka te i kalu me kohë të saqet e Kafazit. Kafazit është i vlefshëm për provincat. Edhe provincat janë të mira, po Shkodra nuk është, ja që nuk është provincë. Dhe Shkodra ja që është epicendra e letërsisë. Shkodra ja që është vendi ku ka linë gjuha e shkruar shqipe. Ja që është vendi ku ka linë partitura e shqipes tonë të dashur. I ka Shkodra. Dhe Shkodra për mush kërkesat, dashurit dhe gjitha egzigjencat e një shqip shkruesi ose të një shqip folsi. Kush e din që është letërsia shqiptare, e gjan letërsinë në Shkodër. E më gjerë, kuptohet, por në Shkodër është themelu letërsia dhe ka pas autor bujar fort. Migjenit ja kanë botuar në Korçë, vargjet e lira, të bota e re në Korçë. Pra dhe Korçë është një qytet i kulturuar, aq sa është patjetër, shumë i kulturuar, por nuk kanë pas në atë kohë kufi krahinor as ata. E si mund të kemi ne kufi krahinor, kur Faik Konica i ka botu 2 pjesë e para të Lahut Smalcis me paret e veta, ja ka botu fish në Zar, në Dalmaci. Atëherë, ku janë kufit këtu? Kafazi është shumë i keq. Nuk ka, na duhet me kënë gjithë përfshirës. Unë para disa ditë kam bërë një shkrim reflektues në rrjetet sociale dhe ja kam vënë titullin Ngujimi. Ne ngujohemi sepse për mos mu nguju duhet me kanë mendje hapur njëri. Mos mu çudit kur takohet me tjetrin. Tjetri mund të jetë kinez, tjetri mund të jetë gjerman, tjetri mund të jetë zezak, tjetri mund të jetë i një feje të caktuar, shkon në një faltore. Pse e urren ti e ngjyrën, e racën, e faltoren, e krahinën e atij tjetrit? Pra dhe këtu fillon gjeneza e integralizmit. Se integralizmi nuk zbret prej hanet me anije kozmike, po integralizmi ushqehet vetëm nga nga vështirësia e individit për mu taku me tjetrin. Kjo është çështja. Edhe ky libër, ky botim, Pena e Shkodrës 9, vasht e të gjitha penave të mëhershme dhe pjesë e atyre që do vim më pas. S'është gjë tjetër, veç se një kontribut, një përgjegjësi shumë e madhe dhe një dashuri shumë e madhe. Profesor, ju falenderoj shumë. Faleminderit. Gjithmonë jeni shumë interesant dhe ju uroj për këtë botim dhe kontributin tuaj. Faleminderit. Faleminderit ju. Faleminderit.